14 marsi, apo siç njihet ndryshe Dita e Verës, solli sot në Durrës një atmosferë festive në sheshin qendror të qytetit, pavarësisht kushteve jo fort të favorshme të motit. Vogëlushët e qendrës kulturore të fëmijëve dhanë për të pranishmit një koncert festiv e plot gjallëri. Megjithse një festë jo tradicionale për qytetin e Durrësit, shumë nga qytetarët e shfrytëzojnë për të përgatitur ballokumet e famshme dhe për të uruar njëri tjetrin për gëzim me shëndet në familja. Urojmë që të gjithë shqiptarët i gjejë vera sa më mbar edhe me shëndet edhe harmoni në familjet e tyre. Ndërkohë ju keni bërë Laura? Jo. Ballokumet? Po, i kemi bërë, po. Faleminderit. Gëzuar ditën e verës gjithëve. Ballokumet i blekim nga shtëpia, vezë, zime, ne bëjmë një byrek me 12 barishte, që për gjithë vitin, edhe atë e konsumuam mëngjes, vezë, zinë vezë edhe rrokëm me njëri tjetrin. Ja kishim këtë vajzën që na e thyu edhe leku kësaj mbesës, edhe kënaqemi, ja sot këna performojmë pak kam mbesë që performon këtu me këtë shkollën, edhe shumë bukur. Gëzuar të gjithë shqiptarëve, gëzuar harmoni, o zot. Ashtu si në çdo festë, fëmijët janë ata që i gëzohen më së shumti atmosferës. Gëzuar ditën e verës dhe shpresoj që të ketë sa më mbarësi. Gëzuar ditën e verës që të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Gëzuar ditën e verës të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Gëzuar ditën e verës gjithë shqiptarëve që ndodhen. Me keni bërë verore ju sot? Po, patjetër. Janë shumë të bukura dhe simbolizojnë këtë ditë kaq të mrekullueshme. Keni provuar ballokumet apo? Po. Janë shumë të shijshme. Gëzuar ditën e verës. Faleminderit.